Drejtuesi i kontrollit të lartë të shtetit Arben Shehu ishte i pranishëm në seancën dëgjimore në Komisionin për Nismat Qytetare në lidhje me projekt buxhetin 2026. I pyetur për rastet kur një i afërm i punonjësit të KLSH-s duhet të auditohet, Shehu tha se për këto raste ligji është mjaft i qartë. Ai theksoi se punonjësi duhet të deklarojë konfliktin e interesit me subjektin e auditimit dhe në rast mos deklarimi ka penalitete. Është mos e normale që të kemi raste kur mund të ketë punonjës të institucionit të cilët kanë të afërm në institucionet që auditohen. Por legjislacioni shqiptare ka të rregulluar qartësisht zgjidhjen në situata të tilla. Punonjësi duhet të deklarojë, ka detyrimin të deklarojë konfliktin e interesit, pra marrëdhënien e afërt familjare me shtetas të ndryshëm të cilët kryejnë funksione në institucione të ndryshme. Mbi bazën e kësaj deklarate ati punonjësit i lindin përgjegjësitë, të cilat nëse në një moment të dytë konstatohen që kemi të bëjmë me një konflikt interesi të padeklaruar nga punonjësi, do të mbaj përgjegjësitë përkatëse të cilët ligji i parashikon. Megjithatë, duke pasur parasysh nevoja që gjithmonë ka çdo institucion, por dhe institucioni i kontrollit lartë të shtetit, ne kemi vlerësuar komunikimin me Kuvendin nëpërmjet komisionit, nën komisionit parlamentar. Por do të rekomandonim dhe do t'i kërkonim dhe ju një komunikim të përhershëm, sepse nuk është puna që ne të kemi një komunikim vjetor me komisionin me ju, por dhe me secilin prej jush për momente që ju vlerësoni të duhura, ne jemi të gatshëm, madje e vlerësojmë që ta kemi këtë mundësi komunikimin për çdo rast me secilin prej jush. Shehu u ndal edhe tek vakancat e krijuara në institucionin që ai drejton, teksa KLSH ka kërkuar rritjen e numrit të punonjësve në 253 ose 10 më shumë se organika aktuale. Është e drejtë situata, domethënë në lidhje me numrin e vakancave, por dua të them se ne kemi disa procedura të cilat janë nisur dhe janë përfunduar pa fitues për shkak të mos plotësimit të kritereve dhe mendoj që kjo është e drejtë. Megjithatë, ne jemi të interesuar dhe po ndjekim me kujdes plotësimin konform ligjit të gjitha detyrimeve institucionale për t'i plotësuar në një kohë të shpejtë, kuptohet mbi bazën e një rregullshmërie të plotë. Mëtej Shehu sugjeroi që KLSH dhe komisionet parlamentare të kenë një komunikim të vazhdueshëm për t'i dhënë zgjidhje çdo problematike rast pas rasti.